As ta super e ke dje me mu, pëse ma të qaru me mu? Dje ka qenë një ditë shumë e shenjtë për mu. Mos... Nuk jam kundra mendimeve tuaja që ti ke për mu. Nuk kam mendime për ty. Co ke, a më pyte? Jo, po s'kam mendime për ty të këshia, unë veç e mora si shemull që po... A më pyte, do presësh përgjigje? Nuk jam fare kundra mendimeve tuaja për mu. S'kam mas edhe një arsye me ta mushmenin për të kundërta. Po nga krau tjetër, dita djeshme ishte shumë rëndësishme për mu, personalisht. Edhe nuk doja fare me mërë pjesë në lojra të influencume komplet gabimisht. Edhe nuk e gjeta më vetën aty, erdha me qef, thash për luj. Kështu që zolla më mirë qetëson. Jo, ishte vetëm çështje bisedit që... S'ke... Unë se dija që ai bjen hipokrit... Andrea më tha hipokrit i bjen, kur të falësh diçka, e të ndryshosh. Po ajo duhet këtë tjetër sen, në menim tem. Edhe në menim të Federikut edhe të Erandit. Se vend dyshim fare. Po, këtu. Fjala. S'kam dorëhyrë njëherë në mendimet e tuaja që ti ke për njerëzit e për gjithë. Kam respektu integritetin tatë si lojtare, si femër, si gjithë shka. Po, ashtu siç nuk mund dorëhy dot në mendimin që ti ke për mua, sepse ajo është komplet personale. Unë vita sharoj mendimin tem, nëse kam një mendim të keq, nuk shkojnë me përcepa me fol. E kupton, nuk shkoj mi thom shembull Andres se ata më kanë provokuar shumë herë me fol diçka për ty, por esteri për krejt. Unë kam thonë të paktën e ke kuptuar çfarë do të thonë me fol në përcepa, edhe kush e bë. Nuk di. Kështu që unë e kam marrë vesh dje, se dje ka qenë shumë, ti e kanë gjëma. Kur u zgjova, se atë po pyesja Frederikun edhe Elinarën. Kur u zgjova, shoh Elinarën, se u zgjova me shkumë kry nevojat e mia personale. Edhe shoh po. Për i dore? Me kënaqësi. Edhe më shumë. Tujt zoti. Edhe shoh Elinarën që po përgatiste krevatin, ndërkohë nga krau tjetër po një gjoja luftë, thash Elinarë çfarë po bëhet? Dhe tha, e zotë më tha, këto edhe, okej, shkova në banjë. Të ke parë ishte pjesë e imja, kështu që... Jo, se dja unë e provokova. Unë e bona një lujt të mund dje, por mi marrë vesh disa gjona, që i mora vesh, që zoti. Edhe me mu, kur të kry një herë, kry për gjithë. Pa marrë parasysh. Pa marrë parasysh, nëse ti më thu të kom po gabim në për shumë loja, edhe jetu dal keq, mu nuk më interesën, a dal keq. Unë e thëm realitetin që unë e shok në këtë shpi. Publiku nëse e merë keq, është punë e tëmve se ata e shojnë ashtë ndryshe. Po unë e shonë ndryshe. Edhe e shë, Andrejën të i morë cigare Albës. Në me thonë një paqet e Alba. Okej, Alba të ka premtu ty që ti kimi a marë një paqet cigare Albës. Po të idej dje Albën e ke qitë për kërkon hish. Edhe në momentin që ti, një person e shonë, e ofendon, e nuk rën me to, e thu që me mu nuk ka shansë, edhe shkoni me një paqet cigare, për mu i bjen e kotë. Edhe unë qka bona, o irdha në salë, irdha këto, sala. Edhe i këshyri shtrem të Andrej, dhe ma për Andrej, unë edhe me nisë lojen me mu, thash në lojen me kom nisë moti me ty, thash, për ti se din. Tha, se dje, unë i thash Andrej që ti ku pështy nuk i pinë. Quna, goca... Quna e në gjithë. Po, më stanin, hajt. Edhe... Të tre. Quna. Edhe kur kem të folë, kjo tha, unë të kom thonë të dje që unë ku pështy nuk i pi. Edhe unë jo këtheva, në mënyrën e tina, thash ti vetë sa e bone. Se ti shkove i more dikujna cigare që ti nuk e dënë, as nuk dënë me pa me sy, edhe me nëzis pret piksoj shpije me dollë. Qa i bjenë? E di më se ma shpikoj pak e randis, që kështë në nëfë pak a shumë se që qenë edhe e randi atë. Tha ju këtë femrat e shpijës, tha i një bu si zhelet, gjimotët. Ndërko femrat e shpijës e më të fortat lojtare këtu që eksistoj. E që aty në kërsiti truni basta. Thash,
që dhe zotni thash, unë e kam familje jashtë. Thash, unë e kam dikon që nuk e di as kush ma ka quat helikopter. Unë e kom thonë edhe e thonë gjithë që unë në lidhje serioze nuk jam. Kam njerës që më dojnë, kam njerës që më kanë një më kanë ngrit në alt edhe më respektojnë për qëto që jam. Nuk do me thonë që unë e kam... Nuk do me thonë që unë e kam një unazën dorë edhe do me thonë që jo, se këta munohen kretë me më nxerë mu që unë jem lidhje. Në faktën nuk jem lidhje. Unë nuk kam lidhje serioze, as nuk jam lidhje dashurie. Po kush është e keqe Po me e pas kom të pjanë lidhjes? konceptin e tëmve, po jo se nuk du mërë me qujtë vetën që jem lidhje. Se nesër dalë, nuk kom vjerë në foka janë, sa e menon që unë jem lidhje. Okej, a pe bojnë mua betën e lidhjes? Thash, qëre thash, a i njëri që ma ka që helikopterin, ka derdhë trëndafile atë kushe, i bjen pa marë parasysh kush është, Dashni. a i ka dashni ndaj me. Thash, po ti me më thonë mu, zhele e lim hotit, kush është lim hoti për mu? Që lim hoti ka shprej pëlqim për mu, edhe unë ja kom nalë pëlqimin direkt, tap. Po të kuptoj, jetë më folë komplet për njerës tjerë që nuk janë tavolindë, unë nuk e kam qef këtë pjesën, po unë ta kom thonë ty, e di pra se ma shpikoj Randi paka shumë e lele. Ti, ma men që të kom thonë atëherë, kur i erdi droni, okej, që thej, jo po këshu, jo po këshu, si që të thash, lali, fansat janë të lirë me sjell drona, janë të lirë me sjell helikoptera, janë të lirë me sjell parashuta, janë, a kupto, bëhet njerëzit bin dashuri edhe nga ekrani, njerëzit adhurojnë edhe nga ekrani. Këto janë çmime që ne i paguajmë duke qenë njerëz të famshëm. Apo kupto? Se si sillen situatat pastaj këtu, brenda për brenda, unë se kuptoj pse ty do të më të bëj përshtypje. Edhe unë dola për vetës, përshtypjen time. në momentin që dalë shumë për vetës, unë filloj me qojtë. Jo që unë po viktimizona, po nga ofendime që ke shumë nerva ti për me edhe unë ja gjujta Olbës, unë i thash Olbës që kjo qik, kjo vajzë e ka leju më ofundu gjithkush edhe nuk ka reagu. Kështu që Nura nuk të len me ofendu. Se Nura quhet në kam edhe e mbron vetën. Kështu që me mu nuk ta qetë. E Anisi, mos mu viktimizo, këto janë viktimizimet tua, këto... Okej. It's okay, ti e mamen që ma betesh ka bë me ty kur i analizoj gjithë lojtarët aty të Fakire, apo jo? Kështu që ja, për s'ka lidhje. Nuk kam nevojën me marë, qësh me thonë, nuk kam nevojën me marë të te me më thonë, Nuri jetu e lujën e keqe. Ose Nuri ke thonë një fjallë të keqe të Alba, e rrujës e del keq jashtë. Jo, unë jam që keqe jam. Unë nuk ndrej, unë s'kom ndru kur. Që një muj e 900 qëto, unë jam që kjo. Ma beso që mu si të më thonë e i gjohë të re që se kom thonë që para që një javë në dyta, po kupto? Po, gjithsesi, kjo është lojë shumë e bukur, po kupto, edhe prandaj të them edhe ty, nuk kam arsye me ta mushmenin unë për veten time për me ndruti mendim, sepse është pjesë e lojës që ti ta kuptosh vetë, a kupto? Dhe që ti ta kuptosh vetë, me forcën tate që ti ke, që unë e vlerësoj shumë që je e dhonë ma sfidave, se kjo është loja, po kupto, sfida dhe gjonë, debatet janë kontent për mendimin tim. Sfidat, punët, edhe nominimet, ti ke tregu forcë të të mërshme. Ata kom thonë që në fillim, jo vetëm ti, po gjitha femrat këtu. Edhe na kanë një gjullë, ali, kur kena boa të mua betet nesëm e nerdi një nga dronat më të bukur, mos them droni më i bukur që ka ardhur ndonjëherë këtu. Që ju përfshiu që të gjithave bashkë dhe erdhi nga familja jote. A kuptoj ç'a njerëzish të mirë. Do brumi që ti je. Po që loja është e bukur, unë ta kam shpjeguar që në fillim, a kupto, unë mos ngele teatri, as po përmene emrin, a kupto, fare, as unë, as ti. Po, le t'ja lejmë lojës këtë lloj pjesa. Po, e Rondi më pëlqej, se e Rondi e qetësoi situatën, se e Rondi i tha, Andrea, pa marrë parasysh, ke bo gabim. Se mos ti kesh ardhur helikopteri Gocës, me trëndafile, thot njeri. Po, pavarësisht që e ke pati atë gjest, të me pas kujdes, qa po fol? Edhe limi tani u qunë kam. Qaj të fol, mëre?
Cilën qike kom përdorur në këto? Ja. Unë atë pjesën pastaj u zjova, edhe që një gjova pak do në që limi është ja të tharu me këtë. Edhe kaq, ama ushtri, e ke parasysh ti ma di tipin mu, kur nuk është debati im, nuk kam pse të përfshihem. Po me gjitha të arsyeja pse ika dhe, unë si bëj gjonat mëdha në sytë njerëzve. Po kupto, thjesht u largova, kam mallë edhe, kupto, edhe ishte ditë shumë e mirë për mua. Jo se kom bon nomi kur ka pas ditëlindje kur kam qenë jashtë, po këtu brenda ndjen gjërat pak më ndryshe. A më kuptoj se këtu brenda të merr malli pak më ndryshe, është pak më e ke parasysh ndjesinë, për shembull, që ke për vllajën, për motrën, është më ndryshe se nuk ke telefon që të komunikosh me to. Okej, edhe plus ke në menin tatë, thu ke disa gjëra pezull edhe për shembull djegur ato të dy po uzinin gati me u vrame njëna tjetrën, unë thjesht doja me bëu gëzuar me pjesën që ishim aty në tavolinë. Po, ja, është okej. Të paktën e kam përshëndet nga kamera të këtu. Edhe, ja. Po, ti e gocë zjo, ti vazhdo me tatën. Edhe vlerësoj edhe që erdhe, që më shumë, ti e pe reagimin ti më ngjesa, kuptoj, më thash se që të thash, më thash se po na jep një pudhje. It's okay, Lali, unë jam shumë fair play. Jo, morë se unë nëse kam diçka direkt me ty, unë e vi. Fare me asnjë lloj gjëje. Unë nëse keq kuptu me ty, unë të kom marrë vetë. Gjithmonë kena pastra, unë me të gjithë i kam të pastra marrëdhëniet, edhe më pëlqej që edhe ti je e atill. Po, nuk kam hadër mbetje unë këtu, nuk i marr gjonat personale unë këtu. A për jetimet i kam personale, pastaj, me gjithë kam. Edhe kur kthehet në spital psikiatrik. Kështu që shumë problem pastaj. Jo për mua, po do ta kuptosh që gjithsekush ma përgjegjësi për si duket para 5 milion shqiptarëve për veten e vet. Tash me janisën e qa me menu publiku, do na vish me flejt, me punu, me i bojgjanat edhe vish me nejt. Jo mërë, e kuptoj, për kur e di që ke probleme reale, atëherë për mendimin tim më mirë thuj ka që ishte. Jo se mos po dalim keq, jo mos po bëjmë diçka, jo jena dal keq, jo mërë vlla, mërë se dhe nëse dal keq edhe nëse dal piktujt, temën e këmbo. Mos e vrit menin, kuptoj, ne dalim jashtë kur të vim për Shtinë do takona me patjetër gjithsesi, apo kuptoj gjatë verës, kështu që unë jam shumë profesionist, a kuptoj, nuk jam nga ato... Unë nuk jetoj për njerëz, kur kush nuk jeton për njerëz, as për gjanat që mund është me i bo vetë. Unë pa drejtësit, edhe fenomenet që shqetësojnë jashtë, edhe që shfaqen këtu mrena, unë ato nuk mund të më do t'i duroj dhe du vetëm me i demasku gjatë gjithë kohës. Pse, sepse është qëllimi i jetës time. Se gjithsekush ka historitë vetat në familje, më thash, të cilat bazohen, domethënë krijojnë baza të forta për me kriju mentalitetet dhe karakter të fortë. Nuk është e lehtë edhe me qenë reper pozitiv, se shumica janë me vrasë të presë kështu, por nuk është e lehtë me qenë edhe pozitiv, ama i vetëm, që është gjë shumë e mirë. Nuk është e lehtë me e majtë. Po, e kom majtë, Lali. E kom majtë edhe kam qenë shumë me fat që e kom majtë. Me fat ku kam lind, me fat ku rrethin që kam shoqëruar, të gjitha ndikojnë. Po, mundohem me qenë shumë i matur, se një të çmendur, një vend të çmend, thot, drejtoroa Golli, apo? Shumë problem pastaj. Është infektim. A quhet infektim. Krimbi kur futet te molla e shkatron mollën. Po ti je super gocë zut, e ta kom thonë gjithmonë, edhe të shoh shumë fort edhe shumë mirë. Të regu vetën, domethënë gjithsekush kemi pas lëkundje mendimesh për ty kur ke dalë nominim, e më të fair enough, se si jemi njoftë që me thonë, okej? E normalisht nuk kap se më marë personale, po kur unë personalisht kur e kom pa... Në 50% ka në që në kam ndalë. Unë personalisht kur e kom pa, po neze atë ka bo mirë. Ama kur e kom pa, që qa...
Dhe mos harro që ti këtu brenda në këtë ferm ti je diversitet i bukur. Okej? Prej ardhja, origjina, gjithçka, edhe vetë si femër e fortë, të gjitha ti je diversiteti më i bukur që njoh këtu. Kështu të shofun ty, përveç se je njeri i mirë, edhe e lu lojën, bravo të qoftë. Se cili e lu lojën e vetë, po ti nuk i nevojë me marrë më kallëzu lojën te. Që është dalën e jashtë është punë e jemi. Lojtari i fortë e kuptoi lojën e tjetrit, edhe Qa kom bot diçka që me dalë jashtë për posë që kom rritë zonin, po që kjo zoni jam, unë edhe në transmitimin e poshtë që kom posë, unë e vetë e kom thonë, jam temperamente, edhe qaq, unë e kam qëtëzo, unë e kam drejtën zonin me rritë kur është e pa drejtë për mu. Së më foli unë e mirë me ty, kur ti po më thut pa drejta për mu, edhe kur po thu fjallë trona, se nëse ti më thu leck, okej, leck, që fshin, ti më the zhele. Zhele është një sen që ti e përdorë, të bëhet bajat, e di, është shumë shprej e keqe, sidomos t'ja thush i femër, e mashkull një femër. Po, a di çfarë vlerësoj tjetër të ti më të thonë drejtën? Që nga të gjithë, atë natë kur ndodhi largimi i Ronit, vetëm ti më ke ardhme me. Ajo ishte kështu top për të vlerësuar. Ma marë parasysh që është e drejtë e jutja. Unë e Ronin e kam shumë gjanë, ty pa kam shumë gjanë. tjetër është e drejtë gjithë se kujtë s'ka lidhje. Jo, është e drejtë gjithë se që bone gabim, ti the që ka qenë për të mirën e ju. Po, s'ka lidhje që më theja, ma gjesti kur erdhe më theja je mirë, kështu ishte spot on, thot angleze. Ishte krye vepër. Kështu që pra ne unë s'ta mërë fare as për tërës, as nëse bone e gjo. Po, mërëm, i kisha ato, doja me u qetësu. Ishte halla, kupto, thjesht, doja me maj ditën bukur dhe. Se, a kisha ditën e bukur dhe. Doja me. Plus shqyr zotit, këto kishin po strategji që me ndru strategji, me net më të qetë se mos për dalin keq, edhe kështu që është përkoj fix. Rëni qitë. Në publiku po dollë. Po, përkojmë fix gjonat edhe më qëlloj fix për ditë e shenjtë, a kupto për ditën e mamit. Edhe kështu. Kur du është ndro trakën ti? It's okay. Është kom qefi me pa mirë që të gjithë. Mos të thonë kom qefi me pa që të mirë. Është kom qefi me pa mirë që të gjithë. Më kupto mos me pas shumë debate pa vlerë, apo kuptu se debate du të me pas robi, se piqet njeriu nga debatet, apo kur ka debate konstruktive, debate që të mësosh nga ato. Po debate për Luk Kosi dhe për tapën e shishës, është sa shef djali im nga televizori, shef Flajot, shef Motra, a kupto? Shumë e rëndësishme. Unë e thjesht jam njës prej lojës të fermës të parë që u kom, shumë. Unë e kom këqy shumë. është super format me le. Dionisi u konë maj mirë. Dionisi edhe ka pas debate, edhe ka pas hajgore, edhe ta ka këthyja shëqore. E përshëndesim Dionis. Ama ishte pozitiv, përshëndesim. Dionisi. Ishte pozitiv, Levi. Edhe pse nuk e një personalisht një herë kom po. S'ka bone njerë gjona që të me thonë jashtë, bravo i qoftë. Unë e kom po shumë, lojë. Po që shive me le, a kupto, shive, njerëzit paguin me pas një ambient t'il, me morë oksigen të pastër, ne jena këtu me agajnë, a kupto, është fat, është super fat. është gjoja më e bukur, gjoja më në gjesë të shofë këtë loj pamje. Ka me na marë mallë për këtë pamje. Ma, s'ka pëse të marrë, se këto, se besoj që do ndrohet lokacioni, vje prapë. Të thira gaja ka mundësi më orë veç. Weekend. Po, po kryet edhe i muaj gjysë. Po, shpej. Bolë, shumë kena nej. Ina hi për ditën e 9. Ditën e 9? Sot i 9 është. 9 maj. 39 ditë. 40 ditë i vojna dilë. 39 ditë. Nice. Oke, djeli më bëjmë 20 ditë, prapë.
Të 45-a jemi në gjysë. Malli na merr sa dush jashtë, po... Ai mu ka mojë malli për motrën tem, pa më vërësisht vlau që ka ardhë. Motrën e kam si nën dytë. Po... Never back down and never what? Është shpreha që përdor djali im. Kështu që... Son të jetë e lezetshme, besoj. Son të luftë. Lufta klasave. Edhe këto kanë bo qef aty të fakiri, o zot sa ishin knaq. Ata? Sa ishin knaq. 5 herë në vërë, shkëlqet e ftyra. Sigur kishim qume pushime. Po normal, mëre, se janë konë njerëz të mirë. Mrena. Ja, kanë kalu shumë bukur. Kam bo gallat. Animo e randi ma të veshje. O zotë, që ativa që janë. Ja, kështë. Gjagji. E randë për ty kem të folë, shpirt. Really? Ja. Që tham, je duk super seksi. Kur mi? Tha, Po erdhe nuk me ila thash, enët. mos ma keq kupto. Aha. Shumë gabim. Bëra gabim. Bëra shumë gabim që Shi si ta komentoni. s'duhet që... Po, e... Isha në punë, me. Ja, ma kështu. Kështu... A ty truni e kupton, sa e mirë e si femër, kupton. Kush tha, sa e mirë? Kokra ma shkullit, e kupton sa e mirë është kur është si femër. Po Frederiku dje që na do të gjithë me bikini. Na aty mund t'i organizojmë puç shteti, po fitoj. Po që... Aty e bëjmë direkt e puçin. Pse, po fitoj Frederiku të kemi mu vesh në bikine? Ja. Pa jo, ma. Ja, futi hylli. Femnat